4 persona kanë mbetur të plagosur si pasojë e përplasjes së fortë mes një furgoni pasagerësh dhe një autoveture në aksin Shkodër-Koplik në afërsi të fshatit Shtojiri. Burime pranë Spitalit Rajonal të Shkodrës i thanë Star Plus se 2 nga të plagosurit janë në gjendje të rënduar shëndetësore, ndërsa pritet vlerësimi i mëtejshëm nga ana e mjekëve. Ndërkohë 2 të plagosurit e tjerë që po marrin ndihmë mjekësore janë fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Gjithçka ndodhi rreth orës 12 të së martës, ku një furgon pasagerësh tip Ford me targ AB 491T, i cili po udhëtonte drejt Malësisë së Madhe dhe drejtohej nga shtetasi Idriz Medvelaj, është përplasur me një autovetur tip Opel me targ italiane, që drejtohej nga shtetasi Pal Xholaj. Autovetura po udhëtonte drejt qytetit të Shkodrës, thanë dëshmitarët. Këta të fundit treguan se përplasja ka qenë e fortë, saqë kanë nxjerrë jashtë rruge furgonin e pasagerëve. Si pasojë e aksidentit është plagosur shoferi i furgonit, si dhe kanë marrë plag të lehta disa pasagerë. Plag si pasojë e aksidentit ka marrë edhe drejtuesi i Opelit me targ të huaj. Në të po udhëtonte drejtuesi i mjetit Pal Xholaj së bashku me 3 familjar, 2 prej të cilëve fëmijë të mitur. Policia që mbërriti në vendin e ngjarjes bllokoi njërin korsi për të verifikuar shkaqet e këtij aksidenti me pasoja. Nuk dihen arsyet e kësaj përplasjeje të fortë që çoi në plagosjen e 4 personave, ndërsa pritet raporti nga ana e ekspertëve.